Faqja kryesore e websajtit vizinta është pika e parë e kontaktit me përdoruesin dhe ka si qëllim të krijojë një përshtypje pozitive që në fillim. Ajo prezanton shkurtimisht idenë e platformës dhe i orienton vizitorët drejt përmbajtjes kryesore të faqes. Më pas vjen faqja About, e cila shpjegon vizionin dhe misionin e vizintës, duke treguar pse kjo platformë është krijuar dhe çfarë vlerash përfaqëson. Kjo faqe ndihmon përdoruesit të krijojnë besim dhe të kuptojnë më mirë qëllimin e websajtit. Faqja Services përshkruan shërbimet që ofron vizinta, duke treguar qartë se si përdoruesit mund të përfitojnë nga platforma dhe mundësitë që ajo ofron. Faqja Gallery paraqet disa template të gatshëm që mund të përdorin vizitorët tanë, ndërsa faqja Blog shërben për publikimin e përmbajtjeve të reja, ideve dhe këshillave që lidhen me dizajnin grafik dhe krijimtarinë. Faqja Team paraqet krijuesin e faqes. Faqja Testimonials tregon përvoja dhe opinionet e përdoruesve. Pas Testimonials vjen faqja Fash, në të cilën janë pyetjet më të shpeshta që bëhen rreth vizintës dhe me përgjigjet e tyre. Tek faqja Kontakt është faqe që ju mundson vizitorëve të kontaktojnë lehtësisht për pyetje ose bashkëpunime, dhe në fund është Terms and Policies, që janë rregullat të websajtit që tregojnë si përdor faqja dhe si mbrohen të dhënat e përdoruesve.